Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet e vërteta, Japse Jozi e mbylli Instagramin e vet. Ish banori i shtëpisë së famshme Josefin Marku, apo i njohur si Jozi, pati një rritje të ndjeshme të numrit të ndjekësve, sapo ngriti në ajër me një shpull gjestin. Por menjëherë, pas suksesit në Instagram, ish banori çaktivizoi llogarinë e tij personale. Shumë menduan se ishte vetë Jozi që e bëri diçka të tillë, por Valbona Mhilli deklaroi mbrëmë se kishte mësuar se Jozi nuk e kishte mbyllur vetë Instagramin, por llogaria e tij është hakruar pas goditjes që i dha gjestit. Burimet thonë se llogaria është bllokuar nga një haker me prejardhje nga Kosova. Sipas këtyre burimeve, përgjegjësinë për bllokimin e llogarisë së Jozit e ka marrë një haker me Novkën Koksiops.